Miqtë e mi, përshëndetje. Sot, siç e shikoni, gjendemi në natyrë të hapur, po kemi lëvizur nga kryeqyteti. Kemi ardhur në Rëshen dhe konkretisht gjendemi në vreshtat e kantinës Arbri. Pranë meje kam zotin Frank Kaçori, i cili për më se 10 vjetësh ka ngritur një kantinë shumë të suksesshme. Megjithatë, dëshira jonë ishte që në gjithçka ta nisnim nga terreni, të shohim atje ku ka lindur dhe ku është kultivuar dhe vazhdon të kultivohet rushi i varitetit Kallmet në zgaboj. Përshëndetje. Përshëndetje. Nuk e di në e thash mirë, po na pëlqeu ta nisnim që këtu. E thatë shumë mirë. Ne jemi në vreshtat e kantinës Arbri. Këtu kemi njërin nga vreshtat e kantinës, është një sipërfaqe për 7 hektarësh, llojit Kallmet. E them llojit Kallmet sepse ne si kantinë jemi fokusuar tek varietetet autoktone shqiptare. Kallmeti, sheshi bardh. Sheshin e bardh e kemi në një parcel tjetër, këtu e kemi një 7 hektar, e gjitha është Kallmet. Ajo që ne na bëri shumë përshtypje është që gjithçka ka nisur nga një traditë familjare. Këto janë vreshtat që përkasin familjes suaj, të cilat ju dëshiruat që ti, le të themi, ti zhvillonit më tej, të mos mbetej vetëm një kulturë e familjes, por që ti kalon të kufit. Tashmë ju prodhoni, madje dim që prej rreth 2 vitesh keni prodhuar dhe atë spumantën e parë shqiptare, por gjithçka do ta shohim kur të shkojmë tek kantina. Si keni arritur që të zhvilloheni dhe të rrisni prodhimin tuaj dhe ta standardizoni në standarde ndërkombëtare, ashtu siç vërtet të gjithë bota e kërkon? E nisim nga tradita, mirdita në përgjithësi ka pas dhe ka një traditë në prodhimin e verës. Nisur dhe nga historia që ka mirdita në veçanti që është një zonë i trev katolike. Kisha ka bë vazhdimisht nxitje për kultivimin e rushit të vreshtave. Si kantinë, ne kemi filluar në vitin 2003, u zgjeruam, nisëm me 2 hektar. Tani si kantinë kemi një sipërfaqe të konsiderueshme, është një sipërfaqe prej 20 hektar. Si arritët ta zhvilloni teknologjinë, sepse sigurisht kur bëhet fjala për familjen, gjërat njerëz zhvillohen në mënyrë pak artizanale dhe popullore, ndërkohë që tashmë gjithçka është zhvilluar dhe është ngritur në një teknologji të standardeve të larta. Nga eksperiencat që morëm në aktivitetet ndryshme, me thënë të drejtën, sigurisht Italia është një ndër vendet më të afërta dhe eksperiencat janë shumë të mëdha. Ne bashkëpunojmë me një studio enologjike italiane. E nisëm 2 hektarësh, pastaj erdhëm duke u zgjeruar, teknologjia erdhi duke u avancuar nga viti në vit, duke shtuar makineri, duke marrë eksperjenca, duke jep shumë shpresë gjithë puna që shohim që keni bërë këtu në vresht, në kantinë, shohim që janë punësuar shumë nga njerëzit e zonës, ju këtë profesion që e keni zhvilluar prej vitesh, po ja lini edhe djalit tuaj duke profilizuar dhe në arsimin për katës. Kjo duket shumë pozitive. Këtu në këto vreshta, me thënë të drejtën, edhe janë nxit shumë nga këto fermerët e vegjël. Është një zonë që në mirëditë diku në këtë krah, Bukmir quhet, është një vresh shumë i njohur. Kultivimi i Kallmetit aty ka nisë që në vitet 70 nga agronomi i njohur Todi Gjermani, i cili ka bërë një rreth 100 hektar vreshta në këtë zonë në mirëditë, vazhdon të ruhet si traditë, vazhdon të jetë Kallmeti dhe ne me Kallmetin kemi pas jashtëzakonisht sukses. Ndërsa për sa i përket eksperiencave dhe aftësimit të stafit, ne kemi menduar, domethënë, kështu që ky është një lloj biznesi që trashëgohet. Domethënë unë nis me pak, pastaj brezat, nëse kanë vullnet dhe ashtu, e çojnë akoma më përpara, siç e tha dhe ju. Djali ka studiuar në Universitetin e Bolonjës për vreshtari e enologji, është specializuar në Universitetin e Firenzës, po për enologji, kështu që them se jemi në rrugën e duhur. Çfarë impakti ka produkti juaj tek të huajt? Dim që shumë personalitetet huaja kanë provuar verën tuaj, madje disa e kanë dhe në koleksionet e veta private. Dim që papa kur erdhi këtu piu verën tuaj. Në shumë evente protokollare shërbehet vera juaj.
Po kjo është e veçanta sepse teknologjia është e para. Të prodhosh një verë të mirë, e para do të kesh vreshtat dhe një rrushë të mirë. E veçanta është sepse çdo i huaj që vjen në Shqipëri nuk preferon, për shembull një francez nuk preferon të pijë një verë franceze. Një italian do të kërkon një verë, pra të huaj që vjen në Shqipëri kërkon gjithmonë të pinë një produkt që është prodhuar në Shqipëri. Dhe kjo ka qenë domethënë dhe vetë zgjedhja jonë si kantinë duke u fokusuar tek prodhimet autoktone, na ka bërë që të jemi në këtë nivel që jemi sot. Mirë, unë tani kam dëshirë që bashkë me shikuesit ne të zhvendosemi në ambientet e kantinës, të takojmë të djalin tuaj dhe të shohim realisht puna se si vazhdon në proceset më të rëndësishme me teknologjinë që ju na tha që është vërtet e standardeve të larta. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Jemi në kantinë, më në fund, bashkë me Riger Skaçorin, i cili është, le të themi, ai që po e vazhdon stafetën e familjes, por bashkë me babain. Vera lind këtu. Flen në këto bute Drurilisi dhe pastaj shkon dhe degustohet te konsumatori deri tek personalitetet më të larta. Është kënaqësi të vazhdosh traditën e familjes? Është kënaqësi që të vazhdosh traditën e familjes, sidomos një punë domethënë shumë e madhe e familjes për sa i përket vreshtave dhe verës. Historia e kantinës lindi me babain, nisi domethënë biznesin vite më përpara. Dhe në zonën tonë ka qenë gjithmonë traditë të pihet një gotë verë, domethënë. Po ashtu dhe familja, nga gjyshi te gjysha, mbaj mend edhe kur kam qenë i vogël, një gotë verë gjithmonë është servirë në tavolinat tona. Ajo ka qenë piknisja. Më pas ka nisi investimi si në vreshta, si në kantinë, si në anën e zonën e fermentimit, domethënë kur është zona e përpunimit të rushit, dhe sot të kësaj dite jemi domethënë në ambientin që është kulti, le të themi, vendi ku vera pushon dhe vera vjetrohet. Pra vera maturohet me kalimin e kohës. Është një ambient shumë i mirë dhe vërtet kurohet me gjitha detajet të vogla, sepse është vendi ku nuk du të ketë luhati temperaturash, nuk du të ketë papastërtira, gjërat ndryshme dhe ne punojmë jashtëzakonisht mirë me gjithë seleksionimin e viteve të verës dhe ndarjen e tyre. Në fakt ajo që na bën përshtypje është që ju nga tradita keni vendosur dhe që të arsimoheni, pra të jepni të tjera prioritete kësaj pije të dashur që klasifikohet dhe si një qenie e gjallë, le të themi, kështu thon për verën. Vera jeton. Lënda parë, domethënë rushi përpunohet dhe bëhet ndarja e verës nga mushti, aty fillon vërtet dhe merr jetë vera. Kam studiuar jashtë kufijës shqiptar, jam i diplomuar në Universitetin e Bolonjës për enologji, jam një ndër studentët e parë shqiptar të diplomuar për këtë degë, jashtë kufijës shqiptar, i specializuar po ashtu në Universitetin e Firences, kam një eksperiencë shumë madhe në Itali, në gjitha regionet për sa i përket verës, për sa i përket traditës, për sa i përket zhvillimit të këtij lloji biznesi, domethënë të këtij lloji profesioni. Dhe ndërkohë kam bërë dhe stazhe të ndryshme në kantinat më prestigjioze italiane. Këtë kam pas fat sepse le themin ka bë profesionin për ta bërë gjë të tillë.
Ndërkohë, eksperiencat e marra jashtë i kam munduar deri diku t'i kthejmë në edhe në vendin tim, edhe në vendin ku kam lindur. Ajo që na bëri përshtypje dhe që e folëm dhe përpara se të nisnim intervistën është që Vera Kallmet është shijuar dhe rreth 200 vite më parë nga klerikët e Vatikanit. Ndërkohë që historia thot në atë kohë jepesh haraçi nga vendasit, shqiptarët e paguanin haraçin me verë, apo jo? Është vërtet. Atëherë, unë Kallmetin si varietet e kam studiuar edhe jashtë kufijës shqiptare. Para 200 vjetësh, Papa Klementi ka pas pirë Verën Kallmet. Pra, ne, duke qenë në pamundësi për të paguar taksat, pra zonat, po them Mirdita, zona pjesa më madhe e Veriut, duke pas mundësi për mos paguar taksat, çonin një sasira të verës si taks në Vatikan. Me vizitën e fundit të Papa Franceskut, grupi i sommelierëve të papës që kujdeset me anën përgatitore të tavolinës dhe sidomos të ushqimeve që Papa konsumon, me një degustim është zgjedhur që në tavolinë të jetë Vera Kallmet e kantinës Arbëri. Dhe kjo për ne vërtet është një diçka shumë e madhe dhe e kemi pranuar domethënë me shumë kënaqësi. Gjatë drekës janë konsumuar domethënë rreth 24 shishe Kallmet dhe një pjesë e sheshit bar, që është një varietet tjetër, është varietet autokton shqiptar. Në këtë rast, pas 2-3 javësh, domethënë që mbaroi vizita, kemi marrë edhe një falënderim nga ana e Papa Franceskut, ndërmjet ambasadorit të Vatikanit në Shqipëri, Nuncit Apostolik. Ajo që na bën përshtypje është që ju keni mundur të bëni, le të themi, në një zë dhe të gjithë fshatarët e zonës, duke shfrytzuar ndoshta mungesën e punësimit për të dhënë atyre mundësinë që të ingranohen në këtë mekanizëm që duket shumë frutëdhënës. Kantina Arbëri në pronësi ka rreth 20 hektar. Nga këto 15-16 janë prodhim, 4 futen prodhim vitin që vjen. Ne punojmë me vreshtet e Bukmirës dhe me vreshtet e Kodërshenit. Vreshtet e Bukmirës janë rreth 50-60 familje që gjatë gjithë vitit Kantina Arbëri dhe stafi i saj ndihmojnë për sa i përket trajtimeve, për sa i përket problemeve që mund të ketë lënda pa rrushit, domethënë në vresht, dhe gjatë gjithë vitit jemi suport. Edhe pse këto bute janë të mbyllura, do të kemi mundësinë ose shansin që të shohim mënyrën se si ju e provoni? Jam shumë dakord. Direkt mund të bëjmë degustimin për të parë domethënë gjendjen ku Vera, në çfarë stadi Vera ka arritur domethënë deri diku të maturohet dhe të shohim domethënë se si është qëndrimi i saj në anën e drurit. Ju keni një gotë në dorë, keni dhe një pjesë që me sa duket do t'ju ndihmoj për të marrë verën. Hequr verën nga ena e drurit, nga bariku, po ta quajmë në gjuhën profesionale. Në këtë moment shikohet qëndrimi ose le të themi maturimi i verës në enën e drurit. Direkt mund shikojmë duke impakti i parë është impakti viziv. Pra shikon kolorin, që është shumë i rëndësishëm. Shikon anën le të themi vizive të verës. Direkt mund kalon tek ana e dytë që është nuhatja. Pra nuhatët ti shikon nëse vera ka shije jo të mira, po ta quash. Ka aroma të tjera. Ka aroma të tjera, po në këtë rast aroma vërtet cilësia karakteristike e Kallmetit dëgjohet. Pra do të thotë që vera në këto 10 muaj, 11 muaj që ka nejt në endruri, do thotë që ka nejt mirë. Pra nuk ka pas probleme. Është shumë e rëndësishme që bariku gjatë gjithë kohës, të paktën një herë në 2 ditë kontrollohet dhe nuk do të ketë sasira bosh në enën e drurit. Pra do të jetë gjatë gjithë kohës plot, për mos pas kontakt me ajrin. Në këtë rast bëjmë provën e tretë, që është prova shijes. Pra shohim që nëse vera edhe nga ana shijes ka probleme. Nëse do të ketë probleme, normalisht do thotë që ka nejt mirë. Edhe në shije, duket që vera
kanë ndenjur mirë, por që i duhet akoma edhe qiko që tjetë precize në momentin e kalimit, domethënë, nga bariku në shishe. Tani kam dëshirë që si qershi ambitor të lëm një moment final. Jeni të parët në Shqipëri që keni arritur të prodhoni dhe atë spumanten klasike, për të mos të quajtur shampanjë sepse është emër dhe patent tjetër, le të themi, por që procedura është po e njëjtë. Kam dëshirë të shkojmë bashkë dhe ta shohim me gjithë të shikuesit tanë se si është arritur të realizohet spumante klasike në kantinën tuaj. Me shumë kënaqësi. Rigers, kemi kaluar këtu në ambientin tjetër ku fle spumantja klasike. Prej sa kohësh keni arritur ta realizoni këtu në procedurën siç bëhet vërtet? Atëherë, projekti, domethënë ideja ka nisur rreth 3 vite më parë kur isha në studime. Me miqtë e mi, isha një mikun tim nga Argentina dhe një mikun tim francez, dhe më thot nga zona Bordeaux, thot po jo, prodhoni shampanjë spumante? Thash, them drejtën jo. Dhe në atë moment, domethënë, më lind ideja, pse jo të nis një projekt për të bërë një shampanjë në Shqipëri. Morëm verën, e ndam, sepse rrushi duhet tjetë pak më pak dhe të merret përpara nga vreshti. Jo për shembull në shtator, por të merret në fillim shtator. Aty filloi procedura. Me miqtë tanë, pas gjitha pajisjeve, fillum domethënë mbushjen, ndarjen e verës re për ta futur në shishe, sepse momentin e parë që futet në shishe vendoset një tap, që është, le të themi, tap bire, sepse është përkohësisht. Pas një periudhe 18 muajsh, që është bërë i fermentimi, ajo merret, vendoset një pajisje të ftohtë, mbi 90 gradë, dhe në momentin e parë që shtohet hiqet tapa dhe vendoset likeri. Likeri është sekret për çdo kantinë. Po të shkosh edhe jashtë, formula likerit nuk tregohet sepse është vërtet aty është rëndësia. Tani ju keni një dhomë degustimi. Besoj që do ta kemi atë shansin që të hapim një shishe dhe ta provojmë produktin tuaj. Shampanjën e parë shqiptare që është produktu. Domethënë arbër spumante. Shkojmë e shohim atëherë. Atëherë, ku jemi këtu me shishen e shampanjës përpara, është shishen e spumantes dhe me 2 gotat, të cilat janë të përshtatshme pikërisht për këtë pije. Deri diku janë të përshtatshme, se gotat e shampanjës kanë, domethënë, janë më të mprehta dhe janë totalisht prerje tjetër, por këto janë shumë mirë. Atëherë, kjo është produkti final, shampanja. Mund të bëjmë edhe degustimin. Në veçori nga vera, shampanja duhet të degustohet, ose më saktë të shijohet në temperaturë të freskët, 6 deri në 8 gradë. Pra duhet të freskët që vërtet të shijosh produktin e spumantes. Atëherë, fillon me hapjen e kapsulës, që është një kapsulë ndryshe nga ajo verës. Në momentin e parë që është ndarë kapsula, bëjmë hapjen e telit dhe themi të sfumantes. Në të moment nuk po bëjmë domethënë lëvizje që të bëje zhurmë, sepse nuk duam që të bëje shumë zhurmë, sepse edhe domethënë nga pare që ka i bi që të ketë akoma më shumë forcë. Zakonisht përplaset në tavan kur e lëvizim, ë? Varet nga fesa, varet nga mënyra se si don ta shijosh. Por normalisht spumantja me veçorinë kryesore është përdoret në rast të ekzimi, në rast të festash.
Dhe normalisht bukuria është momentin e parë që tapa del me forcë nga shishja. Atëherë le ta degustojmë. Unë i falenderoj shumë që na dhat mundësinë edhe shikuesve tanë që të shijonim së bashku këto produkte shqiptare në emrin Arbri, një emër i vjetër i cili po e vazhdon traditën e vet. Është kënaqësi që ne të jemi këtu bashkë dhe shikuesit të shohin me sytë e tyre se çfarë ndodh vërtet këtu, për të ndjellë optimizëm dhe si një sugjerim shumë pozitiv që atje ku ka dëshirë dhe pasion gjithçka ecën. Me punë vërtet arrihet gjithçka. Kjo është domethënë motoja e kompanisë, e Kantinës Arbri dhe sidomos besimi tek të rit dhe besimi, investimi në vërtet në atë çfarë të gjithë ne shqiptarët kemi, pra varietetet shqiptare, gjëra tradicionale që kemi. Besoj që me punë gjë arrit. Dhe vërtet ju falenderoj për vizitën. Faleminderit dhe ju që na pritët.